Qeveria përshkruan rikthimin e bordit të transparencës, i cili pritet të vendosë çmime tavan për karburantet pas rritjes së ndjeshme të naftës, që ka arritur deri në 217 lekë për litër. Në të njëjtën kohë, Këshilli i Ministrave planifikon të ulë me 20% akcizën, një masë që synon të sjellë ulje të menjëhershme në çmimin final të karburanteve. Në disa pike karburanti në Tiranë, nafta u shit deri në 217 lekë për litër, duke u rritur mesatarisht me rreth 15 lekë brenda një kohe të shkurtër. Pas kësaj situate pritet që qeveria të riaktivizojë bordin e transparencës, mekanizëm që përcakton kufirin maksimal të çmimit të shitjes për konsumatorët, që pritet të vijë sërish në funksion në ditët në vijim. Ndërkohë, ulja e akcizës nga 39,6 lekë në 31,68 lekë për litër pritet të ketë efekt të drejtë për drejtë në treg, duke sjellë reduktim pra rreth 8 deri në 10 lekë për litër, ku merret parasysh edhe ndikimi të TVSH-s. Për të parandaluar abuzimet në treg, është përcaktuar edhe margji i fitimit, 3 lekë për tregtin me shumicë, 12 lekë për atë me pakicë. Bordi i transparencës do të mblidhet në mënyrë të vazhdueshme dhe do të bazohet në bursat ndërkombëtare për përcaktimin e çmimeve të karburanteve. Masa synon të lehtësoj barrën fiskale dhe të sigurojë reflektime të shpejtë të ndryshimeve të tregut në çmim për qytetarët, ndërsa paralajmërohet se subjektet që nuk respektojnë çmimet tavan do të përballen me ndëshkime. Ministri i Përgjegjës për Infrastrukturën dhe Energjinë ka paralajmëruar këto masa pas mbledhjes së qeverisë së zhvilluar të njëjtën në rast se rritja e çmimeve do të vijonte. Gjatë 2 javëve të fundit, çmimi i naftës dhe benzinës në Shqipëri është rritur me rreth 15 lekë, shtrejtim që lidhet me tensionet në lindjen e mesme dhe situatën në ngushticën e Hormuzit. Fillimisht, qeveria ngriti task force-ën për monitorimin e tregut të hidrokarbureve me qëllim parandalimin e abuzimeve, ndërsa autoriteti i konkurrencës ka nisur gjithashtu hetim mbi situatën.